Kryeministri Rama është një nga liderët më të afërt me Izraelin e Evropë, siç e shohim. Dhe ka mbajtur qëndrim të palëkundër ndaj Izraelit. As ka dilem, çashtu është. Edhe ministri tani ishte te linja dhe foli dhe tha gjërat. Se s'është me Italinë, si ishte me Merkelin, si ishte... Ore tani po themi për këtë problem. Ora ishte më i afërt me të gjithë më. Me Erdogan. A e forcon kjo gjendje pozitën geopolitike të Shqipërisë baton në Washington, shkurt fare, apo e fut në në rrezik në një botë që po ndahet me saksesh? Unë vetëm një gjë di, që e kam gati bindje që pozicioni i Ramës në Washington shkon përmes Izraelit. Pozicioni i Ramës në Washington thuaj shkon përmes Izraelit. Ose lobit, ose grupit të si thuhet, të gjysh. Dhe këta e kam bindje. Presidenti që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës është presidenti më i parashikueshëm në të gjithë historinë e... Jo gjithmonë kanë qenë... Ky është i veçantë. Ky është i veçantë. Por e di për këtë pyetje. Vende si Shqipëria, Malizi, Maqedonia, po deshe fusim edhe Serbinë, që janë vendet vogla. Pesha specifike në ingranazh dhe mëdha, në bosh dhe mëdha civilizuese është e papërfillshme. Vërtet. Dhe në qoftë se këto vende nuk rrisin peshën e vetë specifike, forca gravitacionale e boshave të mëdha civilizuese i merr dhe i hull përpjet. Është ajo që po marrim Huntingtonin, e që do të Huntingtonit turn countries, vende të shqyra. Qoftë se ti nuk marr një pozicion, boshët e mëdha fillon gjirojnë dhe të ndajnë në dysh. Tani, vendet si puna jonë na duhet të rrisin peshë specifike. E para, pesha specifike jo të rritet territor, ekonomi, politik. Unë ka pasur më parë që ne po su bashku me Kosovën në këtë situatë që po vjen gjeopolitike, ja fusim kot. Ne do të rrishim pesë tonë specifike në popullsi, në ekonomi sa më shumë. A mjafton? Nuk mjafton se prap vegjël jemi në boshë të mëdha, por bëjmë përpjekje të vogël. E dyta, pesha jote specifike rritet përmes armatimit. Kemi qenë një vend i cili kemi qenë në mëshirën e 6 muaj Greqia na mbron, 6 muaj Italia. Ku diun, kemi thonë që na mbron NATO, natës po mund mbronte zonën turke. Profesor dhe Bushati? Si jem zonën turke? Jo, unë them... Shmira po... Në një konflikt geopolitik. Po, a i bërë gjithmonë mirë. Këto nuk është fjala për Ramën në mënyrë... Po pra, konkludo. Ja të konkludoj, Redi, të lutem. Ta mbyllë. Jo se hyri Batoni dhe pastaj unë mendova që ishim në fundet. Vazhdo. Po. E ka... Jo, e bëra kështu... Po, s'kemi kohë për debatën. Para prakisht për të forcu peshën specifike 1, 2, 3 gjëra. Nuk mjafton për mendimin tim. Atëherë duhet bësh aleanca. Por, problemi është një vend i vogël, mund të jesh i vogël, por mbash qëndrimet të mëdha. Ai që bën kryeministri shqiptar që nuk mban qëndrimet të mëdha. Dhe ajo që është e pafalshme për kryeministrin shqiptar, është që në një situatë të tillë morale humane nuk ka fare qëndrim. Kryeministri. Jo, ka qëndrim, është me Izrael. Jo, nuk ka fare qëndrim ndaj gjenocidit. Ko është me Izraelin, thot me Izraelin. Le ta bëj Izraeli, po. Me genocidin pra. Është me genocidin. Profesor? Ja, ti po thua. Po, profesor. Nuk ka ndonjë gjë të veçantë në qëndrimin e qeverisë shqiptare sot në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse të gjitha qeveritë shqiptare pas vitit 1990 kanë qenë në një vijë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj mos e kërkoni që ta ketë sot këtë ndryshim edhe në konfliktin mos kërkoni sot atë se keni parë e Iranit. Thot profesori atë si keni parë dhe as dije, mos u përpiqni ta keni sot. Kush thot shumë? Unë do të përgjigjem për atë të parën. Pra, unë nuk shoh ndonjë rrezik me gjithë ato halle që ka Irani, që ka gjysmë e botës kundër, ti shkoj mendja që të godasi Shqipërinë se ka opozitën. Por këtu mujahedinët, por kjo nuk do të thotë. Po na goditën një tani. Shqipëria po na kur ishin në paqe. Kjo nuk do të thotë që Shqipëria duhet të jetë e kujdesshme. Shqipëria ka bërë një sakrificë me servilizëm, duke ju bindur amerikanëve për t'i marrë mujahedinët këtu. Por tani, pasi ka bërë sakrificën e parë, sot s'mund të tregohet më katolik se papa dhe të bëhet më izraelit se një pjesë e vetë izraelitëve. Por pse ndodh kjo? Kjo ndodh në vende ku opinioni publik nuk ka fare rëndësi dhe vendimet janë personale të një njeriu të caktuar për interesat e tij personale. Në qoftë se do peshohej interesi publik, ne kemi bërë sakrificën tonë ndaj aleatëve tonë perëndimor, kemi marrë mujahedinët, në një situatë tensionit duhet më me doreza dhe më të kujdesshëm. Jo të dalim ne të parë të themi jemi me Izraelin, mbështesim Izraelin.
Vetëm atë, po hapin dhe muze. Se në shkojmë më tej, mi që i mbështesin, po do hapin dhe muze, dhe një qytet në disa qytete. Aman? Të nderuar të shikues, për mbërmjen e sotme do vijojmë sigurisht, kjo luftë ka për masa jo vetëm Jo ne do të shpresojmë që të mbyllet shpejt dhe ne mos vazhdojmë. Ne nuk e mbyllim dot. Duket që kjo ka për masa shumë të mëdha dhe ne do të përpiqemi ta shohim atë, duket ka element të rinj të geopolitikës, po ashtu të një rendi të ri botror, siç në vizon fort zoti Haxhiu e të tjera, por pare dhe në këndvështrime të tjera të studiosëve, ne përmendëm Antiktonin këtu gjithësisht, po Dominik Mojsi për shembull ka një vështrim shumë interesant për geopolitikën e emocioneve, e cila poshtrimi i berë vazhdimisht lindjes mesme ka pjell dhe probleme të tjera. Pak para. Be dimension moral dhe kjo. Ti ka të bëjë me dimension moral tani. Geopolitika emocion. Megjithatë, ne do të jemi në emisionet e ardhshme do të përpiqemi të shpjegojmë në një gjë nëse po të nderuar të shikuesve dhe nëse ne do t'i kuptojmë vetë një herë dhe do përpiqemi të shpjegojmë, kuptojmë vetë dhe të shpjegojmë një gjë dhe jo. Çfarë mund të kesh një gjuhë drujtë e një ministri i cili çfarë do thotë të entourage-in e qeverisë dhe kryeministit, po megjithatë po bëj një pyetje me që ashtu. BE-ja, zoti ministri Mbrëma, BE-ja ka filluar negociata me ministrin e jashtëm iranian, krejt ndryshe nga kursi që po ndjek Shtetet e Bashkuara. Me qëllimin për të shpëtuar çfarë mund të shpëtohet. Pra, po mundohen që të ndërtojnë një urë komunikimi në mënyrë që të zgjidhet me bisedime kjo çështje. Ndërkohë që Shqipëria aspiron të integrohet në BE, në shumë raste ka politikat e veta në përputhje me BE-n, në këtë rast Shqipëria mbështet pa kushte Izraelin në flagrancën e tij të shkeljes së çdo ligji ndërkombëtar kur synon një vend tjetër, pavarësisht kush është ai, pavarësisht rezervave që kemi për Iranin. Pyetja ime është pse nuk kanë ndjekur qeveria shqiptare një gjuhë të moderuar, si për shembull presidenti francez apo disa liderë evropianë, të cilët thonë Irani jo armë bërthamore, parama jo sulme ndaj një vendi sovran. Dhe kështu ka hapur rrugën e bisedimeve, komunikimit mes palëve për shmangur të papritura që mund ndodhin, sepse kjo nuk është shaka, askush nuk e di se si do të përfundoj, dhe secili prej nesh jemi të përgjegjshëm për atë që bëjmë. E dytën ma dojgji i ylli, se desha të them, qëndrimi juaj, dhe më thonë si Ministeri i Jashtme dhe përfaqësimi i shqiptar për masakrat në Gaza është zero. Nuk ka fare prononcim. Po megjithatë ju e thatë, kështu që unë nuk presit ashtu, po përgjigjen për pyetjen e parë do dëshiroja ta kisha. Faleminderit, është e rëndësishme që gjuhat mos jetë ekstremiste, gjuhat mos përmbaj element pasioneve personale dhe të mos jetë për asnjë moment në raport me qëndrimet që mban një shtet, subjekt i angazhimeve nganjëherë edhe radikale të dikujt apo të shumë kujt që e mendon ndryshe. Shqipëria i qëndron qartë dhe bindshëm qëndrimeve që ka mbajtur. Shqipëria vazhdoi të jetë një partner i besueshëm për Bashkimin Evropian. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë qëndrimet e vendeve demokratike, vendeve perëndimore, për të pasur një të ardhme të cilën ne pretendojmë ta kemi larg regjimeve të ajtullave, larg regjimeve diktatoriale dhe me shpresën shumë të madhe që t'i largohemi sa më shumë ekstremizmave të cilat marrin nuanca të ndryshme edhe në angazhime të tilla. Zoti Rakivi.